Sot në ditën e 25 majit, Tirana jonë e dashur ka veshur petkun e festave të mëdha. Populli i kryeqytetit është në kulmin e gëzimit. Ai sot do të pres me krah hapur miqtë dhe vëllezërit e shtrenjtë sovjetik. Përshëndetje të zjarrta shokut ton të shtrenjtë Nikita Sergejevich Krushovit. Në aeroportin e Rinasit kanë ardhur qindra njerëz. Bashkë me shokët e Enver Hoxha, Mehmet Shehu dhe udhëheqësit e tjerë, ka ardhur me këtë rast dhe Kryeministri i Republikës Demokratike Gjermane, shoku Otto Grotewohl. Brohoritjet entuziaste që përqasin në këto qaste nga zemrat e njerëzve janë shprehja me zjarrt e dashurisë së madhe për bashkimin e lavdishëm sovjetik. Mirë se ardhët në Shqipërinë tonë miku ynë i shtrenjtë. Mirë se ardhët në gjirin e popullit tonë. Këto qaste gëzimi do të ngelen të paruara. Shoku Enver Hoxha përshëndet mysafirët e shquar. I dashuri shoku Nikita Sergejevich Krushov, të dashur shokë dhe miq, në emër të Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë së Republikës Popullore të Shqipërisë dhe të gjithë popullit shqiptar, më lejoni t'ju përshëndes dhe t'ju uroj nga zemra mirëseardhjen në atë dheun tonë, në Republikën tonë popullore të Shqipërisë. Vizita e delegacionit të Partisë Komuniste dhe të Qeverisë së Bashkimit Sovjetik në Shqipëri, të kryesuar nga ju, shumë i shtrenjtë Nikita Sergejevich Krushov, është një nder shumë i madh që i bëhet popullit shqiptar, partisë dhe qeverisë sonë. Дорогой товарищ Энвер Ходжа, Në fjalën e tij të përshëndetjes shoku Nikita Sergejevich Krushov, ndër të tjera tha: me gëzim të madh ne po vijmë në tokën e Shqipërisë mike. Ju faleminderit me gjithë zemër juve të dashur miq, Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, Qeverisë së Shqipërisë Popullore për ftesën miqësore për të vizituar Republikën tuaj. Албанской партии труда, правительству Народной Албании за дружеское приглашение посетить вашу республику. Shoku Nikita Sergejevich Krushov, i shoqëruar nga shoku Enver Hoxha, kalon në revistë Rojen e Nderit. Lule të freskëta për mikun e zemrës. Në majin e vitit 1959, saktësisht 55 vjet më parë, vizita e Nikita Krushovit në Shqipëri është përcjell me një entuziazëm të dukshëm. Shokut Nikita Krushov dhe antarëve të tjerë të delegacionit u paraqiten autoritetet dhe trupit diplomatik. Të paktën shqiptarëve kjo pamje dhe kjo frymë ju dha për konsum, ndërsa ajo që u luajt pas kuintave do të mësohej shumë vonë dhe asnjëherë krejtësisht. Përse lideri komunist më i rëndësishëm i botës, njeriu që drejtonte jo vetëm politikën e Bashkimit Sovjetik, por edhe të gjithë kampit socialist, duhet të ndërmerrte një vizitë kaq të gjatë në një vend që zinte në hartë një pozicion mikroskopik. Përse duhet të shihte me sytë e tij dhe të prekte me duar Shqipërinë e kësaj periudhe? Dhe ja Tirana, populli që priste me padurim miqtë e shtrenjtë u çuan me entuziazmin e tij që kur s'ka qenë kaq i madh si sot. Dhjetra mira njerëz brorasin për miqtë e shtrenjtë, për Bashkimin Sovjetik, për miqësinë tonë të pathyeshme. Më saktësisht se kudo tjetër, shkaqet e kësaj vizite janë përfshirë në këtë studim të CIA-s apo Agjencisë Qendrore të Inteligjencës për marrëdhëniet sovjeto-shqiptare në periudhën 1940-1960.
Aty thuhet eksaktësisht se Hrushovi e vizitoi Shqipërinë për 3 shkaqe që ishin të lëshonte elozhe për popullin dhe liderët shqiptar, të përkujdesej për sigurinë e Shqipërisë përkundër fqinjve të saj, si dhe të përkujdesej për zhvillimin e ekonomisë së vendit. Lulet më të bukura për ju, shoku Khrushchev, i kanë mbledhur nënat shqiptare bashkë me vesën e mëngjesit dhe me lot të gëzimit. I kanë mbledhur pionerët që ju duan dhe ju kanë në zemër juve, luftëtarin e madh të paqes. Kushti i vetëm që Hrushovi kishte vënë në prag të vizitës së tij në Shqipëri ishte mospërmendja në asnjë rast e emrit të Josip Titos, as nga i vetë dhe antarët e delegacionit që kryesonte, as nga liderët shqiptar. Kjo për shkak se të dy palët kishin marrëdhënie të ndryshme me Jugosllavinë. Kjo ishte një marrëveshje që u respektua, edhe pse për habi, Enver Hoxha një ditë pas mbërritjes së Hrushovit në Tiranë, në 26 maj të vitit 1959, e detyroi atë jo vetëm të kalonte, por edhe të mbante fjalim në hijen e shtatore së Stalinit, që ishte vendosur në hyrje të kombinatit të tekstileve në Tiranë. Nikita Hrushovi e kishte goditur figurën e Stalinit vite më parë, madje edhe kufomën e kishte nxjerrë nga mauzoleu, por Enver Hoxha nuk e kishte ndjekur pas në të njëjtën linjë. Shqipëria do të bëhet një kopsht i lulëzuar. Këto fjalë të Nikita Sergejevich Hrushovit janë bërë frymëzim për popullin tonë në gjithë frontet e punës. Shoku Khrushchev me antar të tjerë të delegacionit erdhën në vreshtat e reja të ndërmarrjes bujqësore Gjerit Dimitrov. Edhe pse në pamje filmike mungon, një nga momentet kur Hrushovi shprehu pakënaqësi kishte lidhje pikërisht me vreshtat. Gjatë kësaj vizite Hrushovi ka shprehur pakënaqësi të hapur, duke akuzuar shqiptarët se nuk kanë haber nga ekonomia, pasi hardhit nuk duhet i mbjellin në fusha, por në kodra, ndërsa në fusha duhet mbjell kukuruza, në Shqip misri. Shoku Khrushchev, që ka një eksperiencë të shquar në çështjet e bujqësisë, interesohet për parashikimet e prodhimit. A do të japë rrush dhe verë të mirë ky vresht? Po, thot krye agronomi. E po dalshi faqe bardh, shoku krye agronom. Shoku Khrushchev dhe antarët të tjerë të delegacionit i përshëndesin nxehtësisht të rejet e fabrikës së filaturës. Interesante është edhe vizita e Hrushovit në pothuaj të gjitha fabrikat e dhuruara nga qeveria sovjetike. Nuk është çudi që Enver Hoxha të ketë kuptuar gjatë kësaj vizite se Nikita Hrushovi po e shihte Shqipërinë me syrin e një pronari që bën llogari në mendin e vet, nëse a vlen të investohet më tej në këtë vend, apo të gjitha investimet ishin të gabuara dhe të shkuara dëm. Në repartet e ndryshme, miqtë e shtrenjtë u interesuan dhe u njohën me punën e punëtorëve dhe prodhimet e kombinatit. Këtu çdo gjë është provë e madhe e ndihmës bujarit Bashkimit Sovjetik. Duart e artat punëtorëve dhe punëtorëve të kombinatit prodhojnë me makineritë sovjetike tekstile për tërë nevojat e popullit. Këtu rritën teknikë të ri, inxhinierë të ri që kaluan në shkollën e njerëzve të mrekullueshëm sovjetik që ndihmuan si vllau vëllan. Mirë se ardhët në Korçën tonë, shoku Khrushchev. Këtë ditë zemrat tona nuk do të harrojnë. Lulet e kopsheve tona i kanë mbledhur për ju pionierët. Gjithsesi, incidenti më i rënd të paktën për veshjet e Enver Hoxhës u regjistrua gjatë vizitës së Hrushovit në Korçë. I madh e i vogël kanë dalë të përshëndesin miqtë e shtrenjtë. Dalja në tribunë e shokut Khrushchev e shton entuziazmin e më se 70.000 vetëve. Në fjalimin e tij, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste dhe kryetari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik, Nikita Sergejevich Khrushchev,
Pasi foli për sukseset e popullit shqiptar, ndër të tjera tha: populli shqiptar është i bashkuar ngushtë rreth udhëheqjes së tij të sprovuar, Partisë së Punës së Shqipërisë. Një nga burimet kryesore të sukseseve tuaja është fakti se u qëndroni të patundur në pozitat e marksizëm-leninizmit. Kronikat e kohës nuk kanë asnjë stonatur, por pikërisht në Korçë, Hrushovi e ka shigjetuar me cinizëm dashurinë e madhe që shqiptarët shprehnin për liderin e tyre. Pikërisht në këtë podium, duke marrë shkas nga pritja madhështore, Hrushovi tha popullit se ju shqiptarët jeni të mirë, por keni një tëmet. Njerëzit që doni lavdroni aq shumë sa që ka rrezik t'ju rritet mendja, por njerëzit nuk janë të përjetshëm. Ishte në Bashkimin Sovjetik Stalini, por ai nuk do të ishte për gjithmonë. Ai iku dhe erdhën të tjerë që e bëjnë punën jo më keq se ai. Ishte një ditë e parruar. Kjo deklaratë ishte një shantazh i hapur ndaj Enver Hoxhës personalisht. Duket, Enver Hoxha nuk ishte më në planet afatgjata të Hrushovit. Duket, lideri sovjetik ishte vendosur që ta zëvendësonte Enver Hoxhën me dikë tjetër, të cilin e konsideronte më të besuar. Gjithsesi, Enver Hoxha nuk e dha veten. Ai vazhdoi programin si të mos kishte ndodhur asgjë. E shpalli Nikita Hrushovin, qytetar nderit të Tiranës, dhe njëkohësisht së bashku kaluan në këmbë në shëditore në qendër të qytetit, ku dallonte vetëm shtatorja e Leninit, pasi për atë të Stalinit kishin dhënë urdhër që të mbulohej me pankarta. Ishte një rrugë që nuk mund ta shmangnin dhe e vetmja për të shkuar dhe mbjell në park pemën e miqësisë shqiptaro-sovjetike. Khrushchev pritet me dashuri nga populli në parkun Rinia të kryeqytetit. Kjo pemë miqësisë do t'ju kujtoj gjithmonë qytetarëve Tiranës mikun e tyre të madh. Kjo është Filiz, po ajo do të rritet e fortë si miqësia jonë. Pema do të gjelbërojë në pranverën tonë, në socializëm dhe në komunizëm. Në rrugët e Shqipërisë Jugut, miqtë e shtrenjtë pritën me përzemërsi. Për vizitën e Hrushovit në jug të Shqipërisë janë trashëguar pak filmime. Madje pamjet e vizitës së tij në bazën luftarako-detare të Pashalimanit mungojnë tërësisht me përjashtim të ndonjë fotografie. Është shumë interesant fakti se si në këtë periudhë, pamjet filmike të vizitës së Hrushovit në Shqipëri, televizionet të ndryshme të Europës perëndimore i kanë bashkuar dhe transmetuar në të njëjtën kohë me pamjet e një demonstrimi ushtarak në Itali, ku bini në sy edhe disa raketa të NATO-s. Ishte koha kur sapo ishte bërë i njohur fakti që Aleanca e Atlantikut Verior kishte vendosur raketa me rreze të mesme veprimi në territorin italian dhe ishte në tratativa për t'i vendosur edhe në territorin grek. Pikërisht ky zhvillim duket se e kishte detyruar Hrushovin të vizitonte kufijt jugor të rrezikuar të perandorisë së kuqe, pra të vizitonte Shqipërinë. Madje problemin e vendosjes së raketave në Itali, Hrushovi e kishte konsumuar që në mundësinë e parë për të folur publikisht, datën 26 maj, gjatë mitingut organizuar në oborrin e kombinatit të tekstileve në Tiranë. Këtu Hrushovi ishte shprehur se në rast të ndërtimit të bazave raketore amerikane në Itali dhe Greqi, ata, sovjetikët, duhet të bashkëpunonin me qeverinë shqiptare për kundërmasa, pra duhet të vendosnin raketat të ngjashme në territorin shqiptar. Në të njëjtin fjalim, Hrushovi kishte lëshuar edhe një kërcënim në formën: ne duam paqe dhe nuk do të nisim kur një luftë, por nëse imperialistët do të na sulmonin, ne do të shkaktojmë atyre një dhimbje aq të hidhur, sa që ata të mos munden ta marrin më veten.
Historia thot se Hrushovi me njëherë pas kthimit në Bashkimin Sovjetik dha urdhër që në territorin shqiptar të vendoseshin raketa me rreze të mesme veprimi, ekuivalente me raketat që amerikanët kishin instaluar ndërkohë në Itali. Shumë nga ushtarakët e lartë shqiptar të kësaj periudhe kujtojnë se në Karaburun, por edhe në Martanesh dhe në një tjetër pozicion, nisën të hapeshin shtretrit e vendosjes dhe lëshimit të këtyre raketave. Shikoni planet tona, shoku Khrushchev. Na thoni këshillën tuaj. Batuta e radhës e Hrushovit do të shënohej pikërisht gjatë vizitës në Sarand, kur pa plantacionet në agrume dhe disa pjesë të shpyllëzuara, ai u drejtua Mehmet Shehut duke e provokuar. Po këtu çfarë do të mbillni, grur? Përse harxhoni tokën, punën, mjetet dhe parat për të prodhuar grur? Çmimet e grurit në trejet ndërkombëtare nuk janë të larta. Grur ju japim ne sa të doni. Ndërkohë ai pyeti se sa grur harxhon populli shqiptar për një vit, dhe pasi mësoi shifrën tha: Çudi çfarë koincidence, pikërisht këtë sasi gruri e han min çdo vit në hambarët e Bashkimit Sovjetik. Pas këtyre batutave, Hrushovi rekomandoi që në vend të grurit të mbilleshin agrume dhe fruta. Mbillni fruta dhe agrume. Do të dërgojmë çdo ditë një avion për t'i tërhequr. Do ta bëjmë Shqipërinë kopshtin e lulëzuar të kampit socialist. Në fakt, edhe të dhënat e shërbimit inteligjent amerikan pohojnë se Hrushovi ushtroi trysni që shqiptarët të zbatonin këtë ide të tij. Në të njëjtin informacion të CIA-s, thuhet se menjëherë pas largimit të Hrushovit, vetë Enver Hoxha ndërmori një tur në përgjithë Shqipërinë për të bindur njerëzit në programin e rritjes së frutave. Qyteti i Gjirokastrës është në kulmin e gëzimit. Populli i ri me patriot i uron mirëseardhjen Mareshalit Malinovski, emrin e të cilit e ka dëgjuar qysh nga lufta e lavdishme patriotike. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, delegacioni sovjetik ndërmori udhëtime i ndarë në 3 pjesë. Njërin grup e udhëhiqte Mareshalli Rodion Malinovski, ministri i mbrojtjes i Bashkimit Sovjetik, të cilin Hrushovi e kishte marrë me vete edhe për t'u dhënë një mesazh force shteteve fqinj të Shqipërisë që aderonin në paktin ushtarak të NATO-s. Dëshmitarat e kësaj kohe pohojnë se gjatë gjithë kohës Malinovski ishte pasiv, por gjatë vizitës së tij në Vlorë Butrind, vëmendja e tij u zgjua. Ai u mahnit pas panoramës së gjirit të Vlorës dhe bazës ushtarake të Pashalimanit, ndërkohë që për liçenin e brendshëm në Butrind tha se mund të konvertohej në një bazë ushtarake të rëndësishme, nga ku mund të mbahej nën kontroll krejt mesdheu. Populli i Tiranës ka dalë në rrugë për të përcjellë Nikita Sergejevich Khrushovin, mikun e madh të Shqipërisë. Hrushovi u largua nga Shqipëria me brohoritje dhe dedikime madhështore. Kameramanët përcollën pamjet dhe urimet e një dashurie vllazërore, një dashurie të pandashme që premtonte përjetësi. Ashtu si ditën që uroj mirëseardhjen, edhe sot që uron udhën e mbar, i madh i vogël me lot gëzimi e me mallëngjim në zemër, përshëndesin mikun e tyre të madh. Në aeroportin e Rinasit kanë ardhur mira njerëz. Tani që miku i tyre i madh do të largohet, ata kuptojnë edhe më mirë se ç'kuptim të thellë i dha i dashurisë së popullit shqiptar për popujt e lavdishëm sovjetik. Të dashur shoku Khrushchev, të dashur shok të delegacionit sovjetik, shok dhe zotrinj, sot ne me mallëngjim po përshëndesemi me ju, miq të shtrenjtë. Ditë e qëndrimit në Shqipëri të delegacionit të Partisë Lavdishme Komuniste dhe të qeverisë sovjetike të kryesuar nga ju i dashur Nikita Sergejevich Khrushchev, kaluan shumë shpejt. Ato qenë ditë gëzimi për popullin shqiptar. Ato u kthyen në një manifestim të fuqishëm dhe madhështor, të miqësisë vllazërore që bashkon popujt tonë. Ato lanë gjurmë të thella në shpirtin e gjithë popullit shqiptar. Gjatë vizitës suaj të shkurtër, ju patët punën e madhe ndërtuese që bëhet në gjithë vendin tonë. Ju vizituat fabrika hidrocentrale, kooperativa bujqësore, institucione të ndryshme shkencore dhe kulturale, të cilat janë monumentet punës krijonjëse të popullit tonë dhe njëkohësisht të miqësisë dhe përkrajes pa kursyer e të gjithanshme të Bashkimit Sovjetik ndaj popullit shqiptar. Nikita Sergejevich Khrushchev në fjalën e tij ndër të tjera tha: Дорогой товарищ Энвер Ходжа, дорогой товарищ Мехмет Шеху,
дорогой товарищ Хаджи Леше, дорогие товарищи и друзья, жители славной столицы Албании, Тираны. Сегодня мы покидаем вашу замечательную страну, которая становится... Ne po largohemi nga vendi juaj I mrekullueshëm, I cili po bëhet një vend kopsht, po lulzon dhe po mbledh forca, siç mbledh forca Zoti I tij I plotfuqishëm, populli shqiptar. Всюду, где мы бывали у вас, мы видели проявление чувств братской Kudo që дружбы vajtëm në vendin tuaj, ne pam shfaqjen e ndjenjave të miqësisë vllazërore ndaj popujve të vendit tonë, ndaj gjithë popujve të vendeve socialiste. Po shoh, kjo miqësi është një nga burimet e fuqishme të forcës dhe pathyeshmërisë sonë. Le ta ruajmë dhe ta forcojmë atë me të gjitha mënyrat si fitoren më të shtrenjtë. Да здравствует братская народная республика Албания! Да здравствует могучий социалистический лагерь! Рофт патча нобот! Pas largimit të Hrushovit, marrëdhëniet mes dy vendeve patën një fazë qëndrueshmërie. Siç shkruhet edhe në këtë dokument sekret të shërbimit inteligjent amerikan, pikërisht këtë periudhë të qetë, pas vizitës së Hrushovit në Shqipëri, dy liderët komunist Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu e shfrytzuan për të bërë pushime të gjata. Hoxha shkoi në Bullgari dhe Çekoslovaki, ndërsa Mehmet Shehu kaloi një muaj të tërë në Bashkimin Sovjetik. Por me çfarë mendimesh ishte larguar Nikita Hrushovi nga Shqipëria? Po të besosh të njëjtin dokument të CIA-s, thuhet se vizita e Hrushovit në Shqipëri nuk ishte aq e suksesshme sa dukej në sipërfaqe, dhe se Hrushovi ishte I pakënaqur me prapambetjen e ekonomisë shqiptare. Të kishte lidhje vallë gjithçka me ekonominë, kjo duhet të ketë qenë një pjesë e së tërës, por ka shumë të ngjarë që problemi më I madh që Hrushovi duhet të ketë nuhatur, të ketë qenë populariteti që Enver Hoxha I kishte siguruar vetes në pjesën më të madhe të popullit. Një mbështetje që në çdo rast I jepte Enver Hoxhës një farë imuniteti, pra I siguronte mundësinë që të mos I bindej urdhrit të Hrushovit për ta vënë në të njëjtin rresht me krerët e tjerë të shteteve satelite të Europës lindore. Mbar, çoni përshëndetjen tonë Moskës nën dhe popujve tuaj të lavdishëm. Shkatrimi I marrëdhënieve shqiptaro-sovjetike një vit më pas dhe likuidimi I bazës luftarako-detare të Vlorës tregoi më së miri se Enver Hoxha nuk kishte asnjë lloj bese te miqësia e Nikita Hrushovit. Duket gjatë gjithë kohës udhëheqësi komunist shqiptar e kishte nuhatur antipatinë e Hrushovit ndaj tij, dhe duket më shumë se asnjëherë tjetër, kjo ndjenjë ka të ngjarta ketë shoqëruar pa ju ndarë në asnjë moment, pikërisht gjatë ditëve të vizitës së liderit të komunistëve sovjetik në Shqipëri, në maj të vitit 1959.